shqiptare riciklohen, siç u shprehun prokurorët, në unazën e fundit të aktivitetit të tyre, që është Tirana, që është Shqipëria. Pra, në të gjitha dokumentat, si në dosje, ashtu edhe në komunikimet jo vetëm të Dias së Barit, jo vetëm të prokurorisë së përgjithshme të Puljas, jo vetëm të skuadrave operative të Barletës, Tranit, Andrias, të cilët i kanë ndjekur këtë operacion, në të gjitha dokumentohet dhe flitet se ky grup kriminal me metoda mafioze, të gjithë trafikun, përfitimet e parave që vinin nga trafikun të kombëtar i drogës, i spostoni në Tiranë. Pra, gjithë ngërçi apo bërthama që ky operacion të merrte finalizimin dhe me bashkëpunimin e autoriteteve shqiptare ishte pikërisht të përfundonte në Tiranë. Në atë sekuestrim, atë operacion që është ndjekur në vilat luksoze në Lundur dhe me dokumentimin e asaj çka të gjitha autoritetet italiane kishin në fokus. Pra, një spostim i madh parash, edhe pse janë kapur 1 milion euro kesh, mendohet se shumë më tepër para janë ricikluar, janë hedhur në ekonominë shqiptare dhe janë transportuar në Shqipëri dhe janë investuar në Tiranë përmes rrugës të transportit, qoftë vetetar, qoftë me automjete. Dhe kjo sjell edhe një herë në fokus atë që kemi thënë shumë herë, portin e Durrësit, kur asnjëherë nuk kapen as mallra kontraband më, as drogë dhe as para të tilla të cilët janë frut i aktiviteteve të paligjshme. Siç thotë Elkeri, gjithçka ka të bëjë me atë çka kanë hetuar autoritetet italiane. Është mjaft domethënse gjithçka e asaj konferencë shtypi, që bën që ne të lexojmë në rreshta se çfarë ka ndodhur. Që në momentin e parë është prokurori i përgjithshëm i Barit, jo i antimafjes, por i Barit, i cili thotë mi pëlqen kjo pamje ku ka pranë Eurojust, ka pranë Dia dhe ka pranë autoritetet shqiptare. Dhe thotë një fjalë mjaft të rëndësishme. Thotë do të punojmë bashkë për të bërë të mundur që Shqipëria të luftojë këtë fenomen. Dhe ajo çka më ka bërë përshtypje në këtë konferencë, janë disa elemente mjaft të rëndësishme që duhet kuptohet se çfarë po ndodh në atë vend, është se ndërsa kemi Giuseppe Gatin, i cili është prokurori i antimafjes së Barit, mjaft i ashpër, i cili si kurrë më parë, qysh në hyre ka përdorur fjalët se ka ardhur momenti të bëjmë analizën dhe të themi që mafja, Shqipëria, grupet e organizuar shqiptare, krimi i strukturuar shqiptar në Itali është mafje. Është mafje e fuqishme, thot ai, me degëzime dhe përhapje në të gjithë territorin evropian dhe ka ardhur momenti që ta analizojmë dhe ta kuptojmë metodat e tyre mafioze, kontrollin e territorit dhe mbi gjitha riciklimi e paras që bëhet në Tiranë. Ai thot fjalë mjaft fuqishme që ndoshta ju do t'i keni, ne kemi përcjellë me redaksin, por ajo që kam bërë përshtypje në atë konferencë shtypi është se menjëherë pasi Giuseppe Gati, apo ndërkohë që Giuseppe Gati, pra prokurori i antimafjes Barit, bënte të deklaratë, po në grupin ton të redaksisë, kolegja Ambrozia, sillte lajmin se kryeministri shqiptar në rrjetin e tij social X publikonte një postim ku vinte në shënjestër mediat në thojza thonë që ai kapur, duke shëntuar, vënë në shënjestër ato çka ne kemi thënë dhe themi gjithmonë që e vërteta në Shqipëri, transparenca, komunikimi, frika është gjithmonë nën komandën e pushtetit të Ramës. Dhe menjëherë sapo Giuseppe Gati bën një pasqyrë kaq të fortë, kaq të fuqishme kundër mafjes shqiptare, e merr fjalën prokurori Mara, i cili eviton totalisht të rrezikshmëri dhe e quan se nuk është momenti të themi se mafja ka një komsi, por thot dhe më tepër se mafja shqiptare ka gjetur apo është shërbyer nga përvoja eksperjenca e mafjes italiane dhe ka evituar diskursin qendror të asaj konferencë shtypi, e cila mendoj ka qenë e qëllimshme që është bërë në Bari, e qëllimshme me shumë prokuror, e qëllimshme edhe me Eurojust, të cilët ishin lidhur me streaming, për të treguar pikërisht atë analizë fuqishme. Dhe fjalët që thot prokurori Gati ishin mjaft domethënëse. Pra, unaza e fundit e këtij grupi strukturuar mafios është Tirana. Gjithçka riciklohet në Tiranë. Ky është Elbi, Alba. Dhe gjë tjetër, kjo mafje është formuar thot në Shqipëri, në familjen e tyre të origjinës, pastaj ka ardhur në Itali, është perfeksionuar, ka zhvilluar
metodat tradicionale të kanunit, gjakmarrjes, nderit, besnikërisë, qoftë metodat moderne me përdorimin e teknologjisë super të kriptuar për të mos u dekonspiruar, por thot dhe njëherë kjo mafia është delokalizuar dhe ka kthyer gjithçka që ka fituar duke bërë këtë trafik në nivel global, e përsëri disa herë në nivel global, e riciklon këtë parat pistët në Tiranë. Dhe Tirana është cilësuar disa herë në këtë konferencë shtypi.